Me që e fillu me Tiranën, që sigurisht na dhem neve që jemi lindën të rritë në Tiranë, nuk e them për nostalgji, dhe ajo që thatë ju është plotësisht e vërtet, Tirana gjithmonë ka hap dyret për të ardhurit, por janë shkënjë dhe të ardhurit me Tiranën dhe nuk kanë qenë dhunshëm. A mendo se mas viteve 90, Tirana është dhunu në aspektin, jo vetëm pronës po herë që u bë një katastrofë, por edhe në aspektin shoqëror, social, kulturor, do me thonë, i ka hikaj tharmi identiteti i bukur i Tiranës. Kjo nuk është era parë që ka nëtë, se kështu ka qenë dhe më 25, në kuptoti. Mo e kontrollume, ato erdhen më barbarisht, jam dakord. Ato hynë në për shpia me push më do, ato rishin cipët, ne rishim ke pëtërumin shpis, shu që ka kjo pikpamje. Ardhja ka qenë... Mirë po urujta i tharmi Tiranës, kurse të shim duket është... Po kjo që është numërës pësaj. Prandaj them që uroj që, si me thënë, qyteti, shpirti i vjetër, i kryj qytetit. Pse kemi 100 sa vjetë kryj qytetit, harrojnë disa tjerë. Edhe shpirti i vjetër i kryj qytetit dominoj mbi këto lokalizmat e vogla që i kanë pru këto. Sigurisht që këto që kanë arë, kanë pru dhe energjia. Kanë pru dëshirë për të punu, atje dëshirë për të qanë nga ana sociale dhe kjo shpeshere bënd më punëtor, edhe më agresiv njerëzit, por gjithsesi ta thash uroj që kjo pjesa trungu i vjetër kryj qytetës t'i absorboj, t'i thiti, t'i marri pjesën e mirë, ketë një reject në i pjesës keje, dhe ato t'a kuptojnë vetë. Që qofse do vish në kryj qytet, do sillesh si kryj qytetës.